një gjysmë finale si kjo nuk e kishim menduar ndonjëherë se do ta kemi. Nga 7 banorët e mbetur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, do të shpalleshin 4 finalistët e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Pasi u diskutuan debatet dhe polemikat e shumta se çfarë kishte ndodhur gjatë këtyre ditëve, sigurisht që radha erdhi për zarfin e parë. Danja ishte konkurrentja që u largua duke mos arritur ta kapë finalen. Iku në studio tek Lilioni dhe nuk munguan as lotët, teksa shikonte momentet epike në këtë rrugtim, që siç e konsideron ajo, ishte një prej më të rëndësishme të jetës së saj. Pasi Prime vazhdoi me temën që tashmë e dim të gjithë, romanca me Seklit dhe Gjestit, ku dyshja më në fund e pranuan se ndjejnë për njëri tjetrin, u shpall dhe piralisti i tretë që ishte pikërisht Gjesti. Kjo gjë shkaktoi rrëmuj në rrjet, por sigurisht nga lumturia, nga se të shumtë ishin personazhet publike që po I vazhdonin t'i jepnin vëmendje atij. Kjo gjë shkaktoi rrëmuj në rrjet, por sigurisht nga lumturia, sepse të shumtë ishin personazhet publike që po vazhdonin t'i jepnin mbështetje atij. Nëse flasim për 2 banorët e fundit që nuk e kapën finalen, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi I madh, ishin një tjetër çift që dikur publiku I deshi shumë, por tani më njërin prej tyre urrej. E kemi fjalën për Loredanën dhe Jozin. Ky I fundit nuk mund ta përballonte humbjen dhe pas disa shkelive që gjatë kësaj kohe I bëri, produksioni mbylli syt dhe e toleroi, por jo më. Mjafton ta shikoni këtë skenë të dhunshme të kuptoni edhe një herë se kush është Jozefin. Por, banora që I dha goxha shumë këtij formati kaq të ndjekur nga shqiptarët, arriti të heqë Gerta Gixharin nga finalja, ku siç e dim të gjithë ishin përgatitur që ta dëgjonim emrin e saj. Ajo madje as nuk I ka besuar se është finaliste, por këtu mungoi diçka. Gjesti. Ai ishte duke marrë ndihmën mjekësore nga se syri I majti vërehej. Pasi Egle, Laerti dhe Rozana u munduan të konsumonin darkë, Gjesti rihyri në shtëpi dhe u surprizua nga e dashura e tij, nuk munguan as momentet romantike. Finaliste! Të kthehemi tek tema. Të shumtë ishin fansat, por dhe personazhet publike që I kanë dalë në përkraje të riut nga Kosova dhe janë më se të bindur se ai do të shpallet fitues I edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Po vjen keq me thonë, po Zoti s'ti jep krejta, e po te Jozi, s'ti jep. Më është trupin bukurin ja dha, po trunin ja kalon të vogël. Kështu që o njeri, me në punën para se të bëjsh se s'ti kryn trupi krejt. Truni t'i kryn krejt. Kështu që merë shambull për Gjestit. Merë që. S'ke në bëjmë në koni fut. Nuk është faj televizionit, nuk është faj askuj që disa njerëz nuk kontrollojnë do të veprimet e veta dhe mendësinë e vetë. Në ana njerëzore njerë që ndodhë kjo, është një turp I madh që mban vetëm ai. Në mbështetjen time për familjarët e Gjestit, ose vetë prindin nuk do të shikoj fëmijën, nuk do të shikoj kurse si fëmijën ato gjë, po s'disha ta më jos djali për Zotin. Po ju lëm në shoqërim të disa sekuencave të momenteve më të mira të Gjestit, e po ashtu mos I humbisni reagimet e disa fytyrave publike. Ja, s'ka ka këtë bro. Shumë po flet, zum, çumër e burr, që është munisi xumi. Egli të dua. Kom të qim për ty. Herë mi thonë, o shoku, jetu ofendu, Jozi, nuk bën që shtu I dashuri im, nuk bën që shtu, mush romen, unë musha, unë zheti jem, e po...